Të dashur qytetarë të Gjilanit, të nderuara familje të dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të nderuar ish burgosur politik, veprimtar të çështjes kombëtare të gjitha epokave, edhe të rezistencës paqësore edhe asaj të armatosur, të dashur aktivist, të nderuar koleg nga Qeveria e Republikës e nga Kuvendi i Kosovës, motra e vëllezër, është kënaqësi që jemi sonte bashk, kur në ndajnë vetëm 61 orë deri te hapja e vendvotimeve të dielën e 9 nëntorit, pra nuk duhet të numërojmë ditët, po duhet të numërojmë orët, edhe ato jo vetëm orët e ditës, po edhe orët e natës, derisa ta bëjmë Alban Hysenin kryetar të Gjilanit, ashtu siç ka qenë në këto 4 vite të qeverisjes së mbarë e të mirë. Në nivelin qendror, ajo çfarë kemi bërë ne është pikëspari rritje e ekonomisë nëpërmjet ndaljes së korrupsionit dhe politikave e investimeve të mençura. Kësaj buxhetin e shtetit që kemi gjetur në vitin 2021 nga qeveria paraprake 2.4 miliard euro, në vitin e ardhshëm është 4 miliard euro. Bruto produkti vendor që kemi gjetur 7 miliard euro, në vitin e ardhshëm është 12 miliard euro. Për çdo vit ekonomisë Kosovës ja kemi shtuar nga 1 miliard euro në këto 5 vjet. Të hyrat buxhetore të nderuar pjesëmarrës, të planifikuara nga qeveria paraprake për vitin 2021 kanë qenë më pak se 1.9 miliard euro. Ndërkaq të hyrat buxhetore të planifikuara për vitin e ardhshëm janë më shumë se 3.6 miliard euro. Pra dyfishim në të hyrat buxhetore, pothuajse dyfishim brenda 5 viteve. Kjo nuk do të ishte mundur pa e ndaluar korrupsionin. Një qeveri e cila ka qenë e përbërë prej profesionistëve dhe aktivistëve të devotshëm, të ndershëm, patriot, të shkolluar mirë, e të klasës mesme, na ka sjellë në këtë gjendje, e cila është më e mira në këtë shekull për Republikën e Kosovës, e duke qenë se ky është shekulli më i mirë për Republikën e Kosovës, historikisht këto 4 vitet ishin më të mira që i kanë pasur ndonjëherë qytetarët e vendit tonë. Buxheti për vitin e ardhshëm do të jetë buxhet i cili nga këto 4 miliard parafërsisht qerekun 1 miliard e ka për investime, shpenzime kapitale. Me këtë rast duhet theksuar që këtë rritje ekonomike të shtetit ne e shpërndajmë në shoqëri. Nga viti i ardhshëm të gjithë sektorët, të gjithë punëtorët në sektorin publik do ta kenë edhe pagën e 13, pra punojnë 12 muaj e i marrin 13 paga. Ndërkaq në sektorin privat do ta kemi ngritjen e më tutjeshme të pagës minimale. Ju e dini që pagën minimale e kena gjetë 130 euro për ata që janë nën 35 vjeç, 170 euro për ata që janë mbi 35 vjeç. Pra, mi pa pas 34 vjet, paga minimale ka qenë 130 euro për 5 vjetëve, ndërkaq mi pa pas 36 vjet, paga minimale ka qenë 170 euro, thu se ti me pas qef mu plak, se të rritet pak paga minimale, por ne kemi bërë të barabartë për gjithë, sepse pavarësisht moshës të gjithë punojnë dhe meritojnë, e ngritëm një herë në 264 euro, pastaj në 350 euro, sa është edhe tani, dhe prej 1 janarit paga minimale bëhet 425 euro, ndërkaq prej një korrikut vitit ardhshëm bëhet 500 euro. Kemi pasur 3 herë rritje të pensioneve të moshës, pra pensionit bazik moshës mbi 65 vjeçare, e kemi gjetë 90 euro, e kemi bën 100 euro, e kemi bën 120 euro, dhe tash së fundmi 150 euro,
për 200.000 përfitues, pa harruar që gjatë këtyre 4 viteve 5 herë pensionistët e kanë marrë një mbështetje të njëhershme 100 euro që i bjen që praktikisht për 4 vjet 5 herë pensionin e 13. Dy herë kemi pasur edhe rritje të shtesave për fëmijë dhe për nënat lehona, nga 20 euro që i kishim shtesat që kur s'kan ekzistu para qeverisjes tonë të përbashkët, e të cilët ju e keni sjellë në pushtet me mua kryeministër, 20 euro kanë qenë për 2 fëmijë, kur familja i ka 2 fëmijë, i bie 40 euro në muaj, tash është rrit 50%, një familje që i ka marrë 40 euro i merr 60 euro, ndërkaq për 3 fëmijë mbështetja rritet në 30 euro, jo 20, që me rritjen 50% i bjen 25 euro, 45 euro. Konkretisht, një familje me 3 fëmijë që i ka marrë 90 euro, tash i merr 135 euro, me 4 fëmijë që i ka marrë 120 euro, i merr 180 euro, e me 5 fëmijë që i ka marrë 150 euro, i merr 225 euro. Sa ma shumë fëmijë, aq ma shumë do t'ju ndihmoj qeveria e Republikës dhe shteti juaj. Subvencionet edhe grantet janë dhënë pa hile për prodhimin bujqësor, edhe kemi garantim të sigurisë ushqimore, pasaport fuqishme dhe lëvizje të lirë në zonën Schengen dhe jo vetëm. Ushtria është e përgatitur mirë, e furnizuar siç duhet, gjithnjë më shumë për ta mbrojtur edhe integritetin territorial, edhe sovranitetin shtetëror, edhe paqen e sigurinë. Dhe kemi ligjshmëri cep më cep vendit ton, jo për inat të ndokuj, po për hir të gjithë qytetarëve pa dallim. Pra, dashur qytetar Gjilanit, sa i përket fushërimtarive të ministrive, janë 2 sosh që kanë marrë mbi 300 milion euro për armatim edhe municion, edhe për subvencione e grante, pra për mbrojtje e për bujqësi. E nëse shikoni këtë 4 vjeçarin ton të përmbledhur në 4 fjalë, pa dashur që të lëm anësh edhe shumë punë të mira që kemi bërë, po ajo që ka qenë dominuese, po e domosdoshme, është kjo përmbledhje. Ushtri dhe veri, nana dhe fëmijë. Kjo është qeverisja. E për nana dhe fëmijë këtu në komunën e Gjilanit, shtesat janë dhënë për afër 3.900 lehona dhe afër 19.000 fëmijë, që përmirësojnë edhe mirëqenjen e familjeve mbar. Kemi investuar mbi gjysmë milioni euro në transformimin e qendrës së transfuzionit të gjakut, e cila rrezikon të mbyllej për shkak të kushteve të papranueshme, dhe në rregullimin dhe modernizimin e depos së Barnave. Nga motoja klinik pas klinike, në shëndetësi do të vazhdojmë me atë spital pas spitali. Për spitalin e Gjilanit e kemi ndarë 8 milion euro investime, me to të transformojmë repartin e kirurgjisë, ginekologjisë, emergjencës dhe të intenzivës, do të ndërtojmë një aneks të ri për radiologji me aparatura të reja e bashkohore. Spitali i Gjilanit do t'jetë qendër spitalore në shërbim të pacientëve nga qyteti i Gjilanit, nga rajoni Aramoravës, por edhe të shqiptarëve nga Presheva, Medvegja e Bujanovci, si dhe atyre nga Kumanova. Në Gjilan gjithashtu do të ndërtojmë poliklinikën moderne, specialistike, stomatologjike me pajisje të avancuara dhe me staf të specializuar për ngritjen e cilësisë dhe racionalizim të kostës së shërbimeve shëndetësore për qytetarët. E stadiumi i qytetit po merr formë çdo ditë e më shumë, që kur i filluan punimet në muajin maj. Ju faleminderit për durimin dhe mirëkuptimin që keni treguar. Salla e sporteve po renovohet tërësisht. 2 projekte tjera të qeverisë qendrore që duhet përmendur e nga të cilat përfiton Gjilani janë diga e Firajës
dhe linja hekurudhore e cila lidh Gjilanin me Prizrenin dhe Ferizajin me Bojanosin. Gjilani e ka pendën e Perlepnicës, e ndërtuar para gjysmë shekulli, me rritjen e qytetit duhet i rrisim edhe rezervat ujore. Diga e Firajës siguron ujë të pishëm për mbi qerek milioni banor dhe për ujitjen e 40.000 hektarëve tokë bujqësore. Ndërka që hekurudha do t'jetë hekurudhe tregtisë, e qarkullimit dhe e komunikimit të shqiptarëve dhe të tjerëve për më shumë zhvillim ekonomik dhe lidhje më të ngushta e të shpejta mes njerëzve. Por qeveria qendrore ka nevojë për pushtet të mirë lokal. Me mirëqeverisjen e kryetarit Alban Hyseni, Gjilani tashmë ka rënë në binarët e drejtimit dhe kahjes së duhur. Punët e mira do të vazhdojnë, investimet do të rriten. Arsimi dhe shëndetësia kanë qenë fusha me prioritet në mandatin e parë. Sa i përket arsimit, 6 qerdhe, 3 tashmë janë ndërtuar dhe janë funksionale, njëra në ndërtim e sipër dhe 2 nisin këtë vit. Sa i përket shëndetësisë, 2 milion euro investime në infrastrukturë dhe pajisje moderne për shërbime të reja dhe me orar të zgjatur. E në mandatin e dytë, do t'i shtohen edhe projektet infrastrukturore dhe politikat sociale qeverisjes së Alban Hysenit. Sa i përket infrastrukturës, parku industrial i Gjilanit do të shërbej si qendër bashkëpunimi mes komunës, bizneseve dhe investitorëve, bulevardi i qytetit, investimi më i madh në historitë komunës dhe unaza e jashtme së bashku edhe me aktivitetet kulturore, sociale, sportive, që do ta bëjnë Gjilanin qendër të fuqishme ekonomike rajonale dhe qendër organizuese e progresit në Trekëndshin, Anamorav, Preshev, Kumanov. Ndërkaq sa i përket politikave sociale, qendër për qendrim ditor për pensionist do të kemi, kuzhinë popullore për nxënësit dhe familjet në nevojë, banesa për çiftet e reja përmes programit për banim të përballueshëm të social, mbështetje materiale për të gjithë fëmijët e porsalindur, subvencionimi i pagës për gratë të cilët kanë nevojë punësim, bursa studimore për gratë dhe vajzat studente. E Gjilani gjithashtu do ta ketë ngrohtorën e qytetit, ngrohje me kosto të përballueshme, më e pastër, më e sigurt, çdo shtëpi e familje do ta ndjej e do ta mirëpres. Autostrada, qarkorja, hyrjet e daljet s'janë më projekte të largta, shpërndësimet po përmbyllen, punët po ecin përpara, Gjilani po lidhet më shpejt, më drejt me gjithë Kosovën e ju faleminderit për durimin, por një punë që niset, por jo bashkëmbar, është më e vështirë se sa një punë që nuk niset. Problemet që kemi pasur me defekte në planifikime e në shpërndësime e kanë bërë më të vështirë punën për neve në aq shumë fusha se sa të mos kishin filluar fare ata para nesh. Mirë po, jemi marrur me krejt çfarë kemi ditur e mundur me këtë trashëgimi të tyre dhe kjo autostradë po e merr epilogun e vet, sepse edhe aty gjërat kanë hyrë në shtegun e duhur dhe po lëvizim përpara me shpejtësi. E unë jam këtu sonte para jush, midis jush, para së gjithash, e mbi të gjitha për Alban Hysenin, i cili është kryetar i punës. Me qeverisin e tij, Gjilani është kthyer në kantier zhvillimit, në qytet që po ecën përpara me vizion e vendosmëri siç është Gjilani ynë. Albani ka punuar për çdo qytetar, për çdo lagje, për çdo fshat dhe jo për një rreth të ngushtë të dostave siç ka qenë dikur. Nga arsimi të shëndetësia, nga infrastruktura te përfshirja sociale, çdo sektor ka ndjerë dorën e një qeverisje të ndershme të kujdesshme. Albani është shembulli më i mirë se si duket qeverisja
bashkë me qeverinë qendrore për të mirën e qytetarëve. Alban Hyseni është garancia që zhvillimi i Gjilanit nuk ndalet, por vazhdon edhe më fuqishëm. Gjilani është kryeqytet i lindjes, porta e Kosovës për shqiptarët e Anamoravës, Preshevës e Kumanovës, është qytet i punës, i guximit, i rezistencës, i kulturës, e do ta bëjmë edhe qytet të zhvillimit e të bashkëpunimit, shembull për gjithë tjerët. Me Alban Hysenin, Gjilani po dëshmon se qeverisja e ndershme dhe efikase është e mundur, se ajo është reale, se jetohet e përjetohet me që jep fryte. Shembulli i Gjilanit tregon se si qeverisja e mirë lokale me mbështetje nga qeveria qendrore, pra prodhon rezultate konkrete, praktike për shoqërinë. Bashkë me qeverinë, bashkë me qytetarët, bashkë për një Gjilan që ecëm me ritëm e me dinjitet. Andaj me datën 9 nëntor, ju lutem votoni paradite nëse jo në mëngjes herët. Për dy arsye. Arsye e parë është se nga njëherë me regjistrimin e popullsisë ka nga pak lëvizje të qendrave të votimit ku duhet të votoni. Nëse nuk e keni verifikuar paraprakisht, mund t'ju thonë që duhet të votoni në një vend tjetër. E nëse keni shkuar të votoni në mëngjes ose paradite, do të mund shkoni edhe pas dite të votoni aty ku ja u kanë rruar vend votimin. E kjo është megjithatë pakica e votuesve. Por ne nuk e dim nëse ju jeni aty, por ju mund ta dini paraprakisht nëse interesoheni. E nëse nuk interesoheni, gjithsesi është më mirë që të votoni në paraditën e 9 nëntorit, pra në mëngjes. Dhe arsyeja e dytë pse është mirë që të votoni paradite është se ju e dini kulturën tonë shqiptare. Pas ditët vjen ai musafir. Vinë musafir. Pas dite vjen ai musafir, edhe merrni me mend nëse s'keni votu paradite, ju vjen mas dite musafiri. Duhet me najt dikush me musafirin. Edhe nëse shkoni me votu, me lon musafirin aty, dikush i bjen që s'ka me votu, sepse ka me qëndru me musafirin. Andaj, votoni paradite dhe mbesoni që nuk është marrë kur t'ju vjen musafiri pas dite me e pyet, a ke votu? Nuk është kur farturpi me e pyet para se me him renda a ke votu. Dhe po ashtu nuk është fare turp që pasi ta keni pyet a ke votu, e ai ju ka thonë, ose ajo ju ka thonë që nuk ka votu, ti thoni shko voto 105 lëvizjave të vendosje, Alban Hyseni e qajit pret këtu, se në shpit tonë jena s'kena këmbështu. Dhe kur të shkoni në vendvotim, kësaj radhe është edhe më thjeshtë se më parë. Me 12 tetor kanë qenë 2 fletë votime. Njëri ka qenë për kuvendin komunal për asamblejistat, ndërkaq tjetri ka qenë për kryetarin. Aty keni pas shumë opsione, realisht gjithmonë ka qenë veç një zgjedhje, por kësaj radhe e keni një fletë votim me 2 emra. Emri i parë 105 lëvizjave të vendosje është Alban Hyseni. Rrjedhimisht kur shkoni në vend votim, e ta shihni flet votimin, shikimin lart, drejt, te rreshti i parë. Nuk keni fare pse shikoni te poshtë. Shikimin drejt, të rreshti i parë, aty është numri 105, ai tjetri e ka numri 100 fiu, nuk e di, pra 105 është numri i parë, rreshti i parë. Votoni Alban Hysenin dhe në Gjilan në mbrëmje, kur të numërohen votat, na vinë raportet nga komisionerët e vëzhguesit tonë, e marrim vesh të gjithë se përveç se jemi angazhuar bashkë, e kemi votuar masivisht, kemi fituar bashk, e kemi vazhduar Alban Hysenin për kryetar të Gjilanit dhe let ja nis festa që e përgatisin aktivistët tonë të palotshëm. Faleminderit shumë.
E tash e ftoj të vi para jush kryetari i tanishëm dhe i ardhshëm i komunës Gjilanit Alban Hysen.